Përshëndetje. Jemi sot në rrugën, fakt që ne themi rruga Komanit, që ndërlidh pjesën e hidrocentralit Komanit, që në fakt është një rrugë e rëndësishme sepse përmbush dy elemente. Së pari bën ndërlidhjen ndërmjet pjesës së segmentit që na lidh nga Vau i Dejes dhe të çon në Puk për te hidrocentrali i Komanit, pra vepër energjetike, por nga ana tjetër është edhe një segment rrugor që ka edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm sepse ndërlidh banorët e këtyre zonave, por ka edhe një element turistik të rëndësishëm pasi qarku i Veriut dhe kryesisht qarku i Shkodrës ka edhe këtë specifik që është piktoresk dhe ka elementet e bukura të natyrës, por nga ana tjetër edhe ndërlidhja shpeshherë jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë për të realizuar. Mi si kemi ecur këtu në punimet, pasi shoh që ka patur një avancim shumë të mirë. Ecuria është mjaft pozitive në fakt, ministër. Ky është një aks për rreth 31 kilometra i gjatë. Punimet kryesisht konsistonin në zgjerimin e aksit, duke përmirësuar edhe sigurinë rrugore të tij. Pra ne këtu kemi element mbrojtjes së skarpatave, ashtu si edhe vendosjen e gardelave që përmirësojnë ndjeshëm sigurinë rrugore në këtë aks. Janë bërë ndërhyrje veçanërisht edhe në disa kthesa të rrezikshme. Specifikisht këtu ne kemi arritur të eliminojmë 3 kthesa të rrezikshme që bënin pikat zeza që njihen edhe në gjuhë teknike, ndërkohë që është punuar edhe me niveletën në mënyrë që të përmirësohet pjerësia e aksit në segmente të caktuar të tij. Në 31 kilometra sot është përfunduar të gjithë punimet me binder, ndërkohë që në 6 kilometrat e para janë punuar edhe shtresat asfaltike. Aktualisht punimet konsistojnë në këtë segment të parë në vendosjen e sinjalistikës horizontale, por dhe me vijimin e vendosjen së gardelave të cilët ju e shikoni që po bëhet edhe në këtë moment që ne po inspektojmë së bashku. Dhe ndërkohë që ne edhe shijojmë pak pamjen shumë të bukur natyrore, në fakt tu kemi edhe një shkurtim të distancës nga rreth 1 orë 20 që bënte për të shkuar në hidrocentralin e Komanit, tani kemi pothuajse 40 minuta. Po. Sipas respektimit të tabelave sinjalistike. Në qartë. Dhe çfarë detajesh teknike kemi patur këtu? Në këtë segment 31 kilometra është përfunduar faza e binderit dhe tapetit. Momentalisht po punohet me sinjalistikën rrugore që janë guardrailat, tabelat. Kemi nisur një segment në Koman për pjesën e vizimeve. Jemi edhe me elementet e kokave të mureve dhe janë përfunduar gjithçka. Tani momentalisht ngelet vetëm pjesa e sinjalistikës për të mbyllur. Po pjesa tjetër që për shtrimin e tapetimit për pjesën e rreth 20 km, 20 km, edhe është mbyllur dhe gjithë pjesa e tapetimit. Nga kilometri 0 deri tek 30-700 që është matan udhëzimit, që është hyrja e hidrocentralit. Shkëlqyer. Në fakt, siç e thash, kjo është edhe një pjesë e rëndësishme dhe turistike, pasi edhe gjithë turistat që përdorin dhe themi daljen e Komanit për të shkuar në pikat e tjera turistike, kjo rrugë i shërben. Por në fakt, kjo është ndër ato rrugët që ne kemi diskutuar vazhdimisht fakt edhe me autoritetin rrugor shqiptar, që bëjnë dhe ndërlidhjen, siç e thash, edhe të disa ndoshta segmenteve që deri tani kanë patur edhe vështirësi komunikimi. Ne kemi bërë bashkë bisedim edhe për një pjesë tjetër që përsëri lidhet me veprën energjetike, që është pjesa Fierzi-Ball, që përveç se bën ndërlidhjen me veprën energjetike të Fierzës, po ashtu bën edhe ndërlidhjen më të mirë ndërmjet Pukës dhe Fusharzit, që përveç se lidh Pukën e Fusharzit, është edhe element që ndërlidh më mirë ato dy qytete, por edhe nga pikpamja turistike për t'i dhënë një hapësirë më të mirë turistike. Ne kemi diskutuar që autoriteti rrugor shqiptar do bënte një detyrë projektim zbatimi në fakt. Në çfarë faze jemi aty? Sakt ministër, në ARSH në këto momente është duke marrë me gjithë dokumentacionin përkatës në mënyrë që sa më parë, duke qenë që ne kemi një zë të parashikuar në buxhetin tonë, të nisim edhe prokurimin e këtij kontrate që është mjaft e rëndësishme, siç e theksuat dhe ju, për aspektin turistik veçanërisht në këtë zonë që ka mjaft turizëm. Ishte interesante në fakt që edhe gjatë rrugës që ne po vinim së bashku, nuk kryqëzova me mjaft turistë huaj që kishin zgjedhur disa prej tyre të kalonin nëpërmjet mjeteve motorike, pra motocikleta. Dhe ndalëm edhe në një moment në bisedë me to dhe ishin të mrekulluar nga peizazhi që është fantastik në fakt në këtë zonë. Po në fakt, sepse edhe kjo, siç e thash, kjo zonë është një zonë shumë turistike dhe piktoreske, patjetër duke patur edhe një shtrirje gjeografike pak më të zgjeruar, shpeshherë ka patur edhe vështirësi në komunikimet ndërmjet zonave, fshatrave apo edhe ndërmjet bashkive. Dhe në fakt, edhe kjo rrugë është financuar nga korporata elektroenergjetike shqiptare, hyn tipikisht nga ato rrugë që shërben edhe në pjesën e zhvillimit të biznesit të shoqërisë cash për prodhimin e energjisë dhe për të patur akses më të mirë
dhe veprat energjetike, por edhe për ndërlidhje më të mirë të zonës dhe për zhvillimin turistik të zonës. Shkëlqyer, Ami, faleminderit. Inxhinier, Faleminderit. faleminderit, punë të mbarë dhe faleminderit gjithë.